Atëherë në respekt edhe të qytetarëve shqiptar, për sa i përket çështjes së rritjes ekonomike, kjo jo e thënë nga qeveria shqiptare, por e thënë vetëm pak ditë më përpara nga Fondi Monetar Ndërkombëtar, që ekonomia e Shqipërisë po ka rritjen më të lartë të gjithë në krahasim me gjithë vendet e Europës. Për sa i përket çështjes, ose pas të dëgjuar deklaratën e Fondit Monetar Ndërkombëtar. Ndërkohë, për sa i përket çështjes së inceneratorëve, nderuara deputetja Tabaku, besoj e keni përpara listën se ku kanë vajtur 1 miliard lek që lidhen me menaxhimin e mbetjeve urbane. Janë 1 miliard lek të cilat shpërndahen në mbi 41 bashki për menaxhimin e mbetjeve urbane. Se si arrini ju të lidhni inceneratorët me parat që shkojnë për menaxhimin e mbetjeve urbane, vetëm ti mund ta bësh këtë gjë. Se qa lidhje ka Malësia Madhe me inceneratorin e Tiranës, vetëm ju mund ta bëni këtë lidhje. Se qa lidhje ka Dropulli me inceneratorin e Tiranës, vetëm ju mund ta bëni. Tani për sa i përket të ardhurave të shqiptarëve. Në vitin 2013, të ardhurat për frym të shqiptarëve ishin të paktën 30% në nivelin mesatar të ardhurave për frym në Ballkanin Perëndimor. Sot që flasim, pra në 2025, të ardhurat për frym të shqiptarëve janë mbi 20% të mesatares së të ardhurave për frym në Ballkanin Perëndimor. Këto janë gjitha shifra që nuk i thot qeveria shqiptare. Këto janë shifra të cilat i publikon Banka Botërore, i publikon Fondi Monetar Ndërkombëtar, raporte të cilat ju i referojnë her pas here. Kështu që dhe këtë informacion do duhet që ta pasqyroni drejt siç thuhet nga ato institucione ndërkombëtare. Ju faleminderit. Zonja Tabaku, replik. Faleminderit, zoti kryetar. Së pari njëherë, zoti ministër, me ti drejtohu atyre që të kanë futur në punë, jo me mua. Për juve jam zonja Tabaku. Së dyti, kur të mësosh që të lexosh buxhetin e shtetit, sepse ndoshta se ke kuptuar akoma si ta lexosh, do ta shohësh se ku janë edhe inceneratorët, ku është edhe kosto për menaxhimin e mbetjeve. Je i ri në detyrë, në fakt, je i 12 ministër që kalon aty, se ke gjatë, shumë kanë hikur, do ikësh edhe ti, por duhet kuptosh që sot çështja e inceneratorëve, e cila është duke hetuar dhe unë shpresoj shumë që të çojë përpara drejtësisë gjithë ato që janë përfshirë, duke nisë nga kryeministri, po i shkakton buxhetit të shtetit një kosto e cila vetëm për Tiranën shkon 339 milion euro. Ashtu thoshte edhe Arben Ametaj, zero thoshte dhe shef ku është, bashkë rrugën e atij do kesh. Së dyti, përsa i përket çmimeve, po një kostisht patjetër. Si patjetër? Patjetër, më lë të përfundoj. Përsa i përket çmimeve dhe kostos jetesës. Zoti ministër, 20% e çmimeve të Bashkimit Evropian kanë qenë çmime në 2012, sot janë 92% e çmimeve të Bashkimit Evropian. 40% janë sot shpenzimet për ushqime. 55% e familjeve shqiptare nuk mbyllin dot muajin dhe këto janë të dhëna të juaja, ju pëlqen, nuk ju pëlqen. Baza është Instati, baza është Eurostati. Çdo ministër financash duhet ishte shqetësuar për këto dhëna dhe jo të vinte dhe të qeshte këtu me varfërinë e qytetarëve shqiptar. Unë e kuptoj vështirësinë që ka sot qeveria shqiptare për të sjellë një buxhet për qytetarët, po të dilni dhe të mashtroni këtu me paqen fiskale, me shlyerjen e borxheve që e bëni për klientët e qeverisë dhe të thoni që është për qytetarët shqiptar, kjo është komplet jo pa aftësi, po është korrupsion. Faleminderit. Po, zoti Maler. E ka marrë fjalën si ministër. Ka marrë fjalën sa herë të dua, kështu. Si ministër. Atëherë nderuar zonja Tabaku, unë jam profesionist në fushën e financës dhe kam paktën mbi 20 vite punë. Ju konkretisht nuk e di se çfarë profesioni keni. Kështu që për sa i përket pjesës së të lexuarit të buxhetit apo se si janë të listuar zërat e buxhetit, të siguroj që e kam një urinë shumë më të thellë se sa që keni ju. Tani, duket se deri në këtë pikë ke folur vetëm politikisht, por nëse do t'ju kthehemi shifrat, do të kuptosh që ky është buxheti i cili siguron mirëqenie sociale, buxheti i cili siguron rritje ekonomike,
buxhet i cili siguron konsolidim fiskal sepse ke ulje të borxhit dhe e gjitha kjo gjë vjen pa rritur taksat. Kështu që besoj buxhet më të mirë, edhe ju nuk keni parë në eksperiencën tuaj. Faleminderit, fjalën e ka ministri Apirdeni.